A e keni imagjinuar ndonjëherë se si do t'ishte të ktheheshit në shtëpi pas muajsh sakrifice, pas netësh pa gjumë duke mbrojtur vendin tuaj, duke ndërtuar çdo natë familjen që keni lënë pas, dhe kur hapni derën e shtëpisë, bota juaj të shembet në një moment? Sot do t'ju tregoj historinë e Arditit, një ushtar që jetoi pikërisht këtë makth. Kjo është një histori e vërtetë, për besnikëri të thyer, për sekretet që shkatrojnë familje, për dashurinë që sprovohet në mënyrën më të dhimbshme dhe për vendime që ndryshojnë jetën përgjithmonë. Përpara se të fillojmë, dua të di mendimin tuaj. Çfarë do të bënit ju në vendin e tij? A mund të falësh dikë që ju tradhton kur ju jeni larg duke sakrifikuar gjithçka për ta? Shkruajeni në komente, sepse mendimi juaj ka rëndësi dhe sigurisht nuk do të besoni çfarë ndodh në fund të kësaj historie. Tani, uluni rehat, sepse kjo histori do t'ju mbaj përpara ekranit nga fillimi deri në fund. Le të fillojmë. Dita kishte qenë e gjatë dhe e ftohtë. Era e marsit frynte ashpër në rrugët e ngushta të qytetit të vogël në veri të Shqipërisë, ku Arditi kishte jetuar gjithë jetën e tij. Ishte një mëngjes i hershëm kur ai u zgjua, por nuk kishte fjetur mirë gjatë gjithë natës. Si të flinte, kur dinte se ajo ishte dita që do të ndante jetën e tij në dy, përpara dhe pas. Arditi ishte 28 vjeç, me një trup atletik të përpunuar nga vite pune fizike dhe stërvitje. Flokët e zinj, sytë e thellë kafe që reflektonin një karakter të fortë por të ndjeshëm dhe një buzëqeshje të rrallë por të sinqertë, që e bënte të dashur nga të gjithë. Ai punonte si elektricist në qytet, një profesion që e kishte mësuar nga jati, i cili kishte mbyllur jetë 5 vjet më parë. Por sot ishte ndryshe. Sot Arditi do të largohej nga shtëpia për të shërbyer në ushtri, një detyrë që çdo burr i ri në vendin e tij duhej ta përmbushte. Nuk ishte zgjedhja e tij e parë, por ishte detyrë kombëtare dhe Arditi ishte rritur me vlerat e sakrificës dhe të detyrës. Ai u ngrit nga krevati dhe pa drejt dritare së vogël të dhomës së tij. Drita e agjimit sapo fillonte të depërtonte nëpër perde. Në katin e poshtëm dëgjoi zhurmën e lehtë të nënës së tij dritës, që tashmë ishte ngritur për të përgatitur mëngjesin. Aroma e kafes së freskët u përhap në të gjithë shtëpinë. Arditi morri një frymë të thellë. Në mendjen e tij kaluan mijëra imazhe. Fytyra e nënës së tij e lodhur nga vitet, por plot dashuri dhe krenari për djalin e saj të vetëm. Fytyra e erës, të dashurës së tij prej 4 vjetësh, gruaja që ai e donte më shumë se jetën e vet. Dhe fytyrën e vogël të Leosit, djalit të tyre 3 vjeçar që sapo kishte filluar të fliste fjali të plota dhe e thëriste babi me një zë kaq të ëmbël, sa i bënte syt lagësht çdo herë. Si do t'i lë, mendoi ai, duke ndjerë një peshë të rëndë në gjoks. Ai dinte që duhet të ishte i fortë, që nuk duhet të tregonte dobësi, sepse ata kishin nevojë për forcën e tij, jo për lotët e tij. Por në thellësi, zemra i coptohej. Ai u vesh me uniformën ushtarake që kishte marrë javën e kaluar. Uniforma e gjelbër e errët, e re dhe e ngurtë ende, i bënte të ndjehej si dikush tjetër. Kur pa veten në pasqyrë, gati nuk e njohu veten. Ishte ende ai, por në një farë mënyre ishte fillimi i diçkaje të re, të panjohur. Zbriti poshtë në kuzhinë. Nëna e tij u kthyre nga soba dhe e pa. Për një moment, ajo ngriti dorë te zemra, sikur dikush e kishte goditur. Sytë u mbushën me lot. O biri im, tha me një zë të ngrirë nga emocioni. Sa madhështor duket. Arditi u afrua dhe e përqafoi nënën e tij. Drita ishte një grua e vogël me flokë gri që i rrëshqisnin nga shamia tradicionale që mbante gjithmonë. Dora e saj e vockël dhe e rrudhur nga puna e rëndë i përqafoi belin e djalit. Nën, s'do të jem larg për gjithmonë, tha Arditi me një zë të butë, duke u përpjekur të tingëllonte i qetë. Jam vetëm 18 muaj, do t'i kaloj shpejt. 18 muaj janë një jetësi për një nën, tha Drita duke e shikuar në sy. Por unë jam krenare për ty, jati yt do të kishte qenë krenar. Pikërisht në atë moment, dera e dhomës së ndenjur u hap dhe era doli me Leosin në krah. Djali i vogël ende kishte gjumë në sy, por kur pa babain e tij në uniform, u gëzua. Babi,
Babi duket si Superman, bërtiti Leosi me një zë të zë nga gjumi, por plot entuziazëm fëmijëror. Arditi nuk mundi të mbaj lotët. I mori djalin nga krahët e erës dhe e përqafoi fort duke e puthur në kokë. Era qëndroi në prag, duke e shikuar skenën me një shprehje komplekse. Dashuri e përzier me trishtim, frikë dhe diçka më shumë që Arditi nuk e kuptoi plotësisht në atë moment. Era ishte 25 vjeçe, një grua e bukur me flokë të gjatë kafe dhe syt blu që të shprojnë shpirtërisht. Ajo kishte qenë dashuria e parë e Arditit dhe ai besonte se do të ishte e fundit. Kishin njohur njëri tjetrin në shkollë të mesme, kishin filluar të takonin kur Arditi ishte 20 vjeç dhe pas 2 vjetësh Era kishte mbetur shtatzën. Kishin vendosur të martohen me një herë, pa pushime, pa ceremoni të mëdha. Ishte qenë një martesë e thjeshtë në bashki me vetëm disa të afërm, por kishte qenë e mbushur me dashuri. Tani 4 vjet më vonë, ata jetonin në shtëpinë e vjetër të Arditit me nënën e tij. Ishte një shtëpi e vogël me 2 kate, me mure të vjetra gëlqëreje dhe një obor të vogël ku Leosi luante çdo ditë. Era, tha Arditi, duke e lënë Leosin poshtë. A mundesh të vish një moment? Era u afrua ngadalë. Kishte një shprehje në fytyrë që Arditi nuk e kishte shikuar shpesh. Diçka si faji i përzier me vendosmëri. Ai e kapi nga duart dhe e shikoi në sy. Dua të më premtosh diçka, tha ai. Çfarë? Pyeti Era me një zë të butë. Që do të kujdesesh për Leosin dhe për nënën, që do t'jesh e fortë. E di që nuk do t'jetë lehtë, por ti je gruaja më e fortë që njoh. E di që do ta përballosh. Era nuk tha asgjë për disa sekonda. Pastaj fshiu një lotë që i ra nga fytyra dhe u përpoq të buzëqesh. Do t'jem mirë, Arditi. Do t'jemi mirë. Ti vetëm ktheu shëndosh e mirë. Kjo është e vetmja gjë që më duhet. E premtoj, tha Arditi dhe e puthi butë në buzë. Ishte një puthje e gjatë, e ngadalt, plut me fjalë të pathëna dhe frikra të fshehura. Mëngjesi u shërbya në heshtje. Nëna e Arditit kishte përgatitur gjithçka që ai donte. Bukë të freskër të pjekur në shtëpi, djath, domate, ullinj dhe ato omlet me perime që ajo e bënte aq mirë, por askush nuk hëngri shumë. Leosi ishte i vetmi që hante me oreksin e një fëmije, duke bërtitur për më shumë bukë me mjalt. Ora 9 u afrua shpejt. Taksia që do të çonte Arditin në stacionin e trenit ishte në rrugë. Ai mori çantën e tij të vogël ushtarake që përmbante vetëm disa rroba, produkte higjienike dhe disa fotografi të familjes. Në prag të shtëpisë, Arditi u kthye për t'i shikuar një herë të fundit. Leosi po qante tani sepse kishte kuptuar që babai po largohej. Era e mbante në krah, duke u përpjekur të qetësohej vetë për ta qetësuar atë. Nëna e Arditit qëndroi në hyrje me shamin e saj, duke shikuar djalin me syt plot lot, por me kokën lart me krenari. Ktheu shpejt birim, do të presim çdo ditë, tha drita. Do të shkruaj sa herë të mund, premtoi Arditi, dhe do t'ju telefonoj, do t'jem gjithmonë me ju, edhe në largësi. Ai u hip në taksi. Teksa makina filloi të lëvizte, ai shikoi nga dritarja e pasme. Familja e tij qëndroi në obor duke e përshëndetur me dorë. Imazhi i tyre u bë gjithnjë e më i vogël, derisa taksia ktheu në qoshe dhe ata zhduken. Arditi mbështeti kokën te dritarja e ftohtë dhe la që lotët të rrjedhin lirshëm. Askush nuk po e shikonte tani. Mund të ishte i dobët për disa minuta. Kampi ushtarak ishte në jug të vendit, larg qytetit të tij me rreth 4 orë udhëtim. Ishte një vend i ashpër, me ndërtesa betoni gri, fusha stërvitjeje të mëdha dhe një disiplinë të hekurt që fillonte nga minuta e parë. Arditit u deshën një javë për t'u mësuar me rutinën. Zgjohesha në orën 5 të mëngjesit. Stërvitje fizike intensive deri në orën 7, mëngjes, më pas trajnim ushtarak, mësime teorike dhe stërvitje të tjera deri në mbrëmje. Çdo ditë ishte e njëjtë, por gjithçka ishte e rëndë, lodhëse dhe shteronte si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Por çka e mbante Arditin të fortë ishtin letrat. Çdo javë, Era i shkruante letra të gjata. Letrat vinin në zarfe të bardha, shpesh me ndonjë vizatim të Leosit në pjesën e pasme. Zakonisht dielli, shtëpia ose një figurë me shkop
që supozohej të ishte Arditi. Ai lexonte ato letra 10 herë, duke i mbajtur në një stëk gjatë natës. Letra e parë e erës, java e dytë. I dashur Ardit, e di që ke vetëm pak ditë atje, por tashmë na mungon aq shumë sa nuk di si ta shpreh. Shtëpia nuk është e njëjtë pa ty. Leosi pyet çdo ditë, kur vjen babi? Dhe unë nuk di çfarë t'i them. Por i them që babai është i fortë, që po bën detyrën e tij dhe që do të kthehet shpejt. Nëna jote është mirë, po përpiqet të jetë e fortë, por e di që po e vuan. Dje ishte shumë e qetë gjatë darkës. Besoj që mendon për ty gjithë kohën, si të gjithë ne. Po përpiqem të jem e fortë, siç më the. Po punoj, po kujdesem për Leosin, po ndihmoj në shtëpi. Por natën, kur gjithçka është e qetë, është e vështirë. Të kam pranë meje çdo natë në ëndër, dhe është aq reale sa kur zgjohem dhe nuk je atje, dhemb. Të dua më shumë se gjithçka. Ktheu shpejt. Era dhe Leosi. Arditi e lexoi këtë letër 10 herë. E puthi letrën përpara se ta vendoste përsëri në zarf. Në darka të mbrëmje, ai u ul në dhomën e përbashkët të ushtarëve dhe shkroi një përgjigje të gjatë, duke i treguar erës për ditët e tij, për shokët e rinj që kishte bërë dhe duke i thënë sa shumë i donte të tre. Kështu kaluan muajt e parë. Letrat vinin dhe shkonin. Era shkruante çdo javë pa dështuar kurrë. Ajo i tregonte për gjërat e vogla, se Leusi kishte mësuar një këngë të re në çerdhe, se kopshti i vogël në obor kishte filluar të lulëzonte, se kishte riparuar një dritare të thyer në shtëpi, detaje të vogla, por për Arditin, ato ishin gjithçka. Por diçka filloi të ndryshonte rreth muajit të katërt. Letrat e erës filluan të bëheshin më të shkurtra. Ajo ende shkruante, por toni ishte më i ftohtë, më i largët. Detajet të vogla që ajo zakonisht përshkruante me kaq dashuri filluan të mungonin. Në vend të tyre, ajo shkruante fjali të përgjithshme. Gjithçka është mirë këtu. Leusi po rritet shpejt. Nëna jote është mirë. Shpresoj që ti je mirë gjithashtu. Arditi e vuri re me një herë. Një mbrëmje, ai e telefonoi erën nga telefoni publik në kamp. Ishte një nga ato thjerrje të ralla që kishte të drejtë të bënte. Vetëm një herë në muaj dhe vetëm për 15 minuta. Era mori telefonin pas disa zilesh. Alo? Era jam unë, tha Arditi, duke u përpjekur të tingëllonte sa më i ngrohtë. Si je? Mirë, tha ajo. Zëri i saj ishte i mbytur, i largët. Ti si je? Jam mirë. Por kam vënë re që letrat e tua janë ndryshuar. A ka ndodhur diçka? Kishte një heshtje të gjatë. Jo asgjë, tha Era më në fund. Jam vetëm lodhur, kaq, është shumë punë këtu. Leosi, shtëpia, nëna jote, është shumë. E di që është e vështirë, tha Arditi me një zë të butë. Dhe më vjen keq që nuk mund të jem atje për t'ju ndihmuar, por vetëm disa muaj të tjerë, dhe do t'jem aty. Do të bëjmë gjithçka që kemi humbur, premtoj. Po e di, tha Era. Por zëri i saj nuk tingëllonte bindës. Apo flet seriozisht me mua, pyeti Arditi? Ndihem sikur po më fsheh diçka. Nuk po të fsheh asgjë, Ardit, tha Era me një ton pak më të mprehtë. Jam thjesht e lodhur, nuk është gjithçka për ty, e di. Ato fjalë e goditën si një shuplak. Arditi nuk dinte çfarë të thoshte. Më fal nëse të kam bërë të ndihesh kështu, tha ai më në fund. Thjesht doja të sigurohesha që je mirë. Jam mirë, tha Era. Dëgjoj, Leosi po qan, duhet të shkoj. Mirë. Të dua, Era. Një heshtje. Edhe unë, tha ajo, por fjalët dukeshin të detyruara. Linja u pre. Arditi mbeti duke mbajtur telefonin në dorë për disa sekonda, duke shikuar në mur. Diçka nuk shkonte. Ai e ndjeu. Por çfarë mund të bënte nga një distanca që madhe? Javët që pasuan, Arditi u bë gjithnjë më i zgjetësuar.
Letrat e Eros u bën edhe më deralla. Një herë çdo 2 va dhe pastaj një herë në muaj. Kur ajo shkronte, letrat ishin të shkurtra dhe të ftohta, sikur po përmbushte një detyrë në vend që të shprehte ndjenjat e saj. Nëna e Arditi, Drita, gjithashtu filloi të shkruante. Letrat e saj ishin gjithmonë plot dashuri dhe mbështetje, por edhe ato filluan të përmbanin gjëra që e bën Arditin të shqetësohej. Letra e Dritës, muaji i 5. Djali im i dashur, shpresoj që kjo letër të gjej mirë dhe të shëndetshëm. Këtu gjithçka ecën, por duhet të them diçka që më shqetëson. Era është ndryshuar. Nuk e di se çfarë i ka ndodhur, por ajo nuk është më vajza që njihja. Ajo del shpesh nga shtëpia në mbrëmje duke thënë që po shkonte një shoqe, por kthehet vonë. Një herë erdhi në shtëpi në orën 11:30 të natës. Kur e pyeta se ku kishte qenë, ajo u zemërua dhe tha që nuk kam nevojë të di çdo gjë që bën. Gjithashtu, kam vënë re që ajo vesh më bukur se zakonisht kur del. Merr kohë për t'u përgatitur, hedh parfum, vesh fustanet më të bukura. Kjo mund të mos jetë asgjë, por djali im jam e shqetësuar. Leosi po rritet mirë. Ai pyet për ty çdo ditë. I tregoj fotografitë tua dhe i them se sa shpejt do të kthehesh. Ai të do aq shumë. Të lutem mos u shqetëso shumë për atë që të thash. Mund të jem thjesht një nënë e vjetër që sheh gjëra që nuk ekzistojnë, por ndjehesha në detyrë të ta them. Të dua biri im, ktheu shpejt. Nëna jote, Drita. Kur Arditi e lexoi këtë letër, dora i dridhej. Ai e rilexoi 3 herë, duke u përpjekur ta kuptonte se çfarë nënkuptonte nëna e tij. Del vonë në mbrëmje? Vishet më bukur? Po shkonte shoqe? Ai dinte që Era kishte shoqe me të cilat dilte ndonjëherë, por kur nuk kishte qenë diçka e shpeshtë, dhe sigurisht jo kaq vonë. Pse tani? Pse kur ai nuk ishte atje? Zemra e Arditit filloi të rrahë më shpejt. Mendimi i parë që i erdhi në mendje ishte ai që nuk donte ta mendonte fare. Jo. Jo Era. Era nuk do ta tradhtonte kurrë. Ajo e donte. Ajo ishte nëna e fëmijës së tij. Ajo, por dyshimi pasi të fillon është sikur një helm i ngadalt. Përhapet në përmendjen tënde dhe të gjen në çdo kënd. Atë mbrëmje, Arditi u ul me shokët e tij ushtar në dhomën e përbashkët. Ata po bisedonin për gjëra të ndryshme. Planet që kishin kur të dilnin nga ushtria, familjet e tyre, partneret e tyre. Një nga shokët, Bledi, ishte një djalë nga jugu, i gjallë dhe gjithmonë duke bërë shaka. Ti si je me gruan, Ardit? Pyeti Bledi ndërsa ndezën cigare në balkon. Mirë, tha Arditi, por zëri i tij nuk tingëllonte bindës. Mirë, tha Bledi duke qeshur. Vëlla, ti nuk tingëllon as pak si dikush që është mirë. Çfarë ndodh? Arditi mori një frymë të thellë. Ai nuk ishte lloji i njeriut që pëlqente të fliste për problemet e tij personale, por ndjeu nevojën të ndante me dikë. Ka marrë një letër nga nëna ime, tha ai ngadalë. Ajo thotë që Era, gruaja ime, ka filluar të sillet ndryshe, del vonë në mbrëmje, vishet më bukur, nuk e di çfarë të mendoj. Bleti pushoi së qeshuri. Ai e shikoi Arditin me një shprehje më serioze. Vëlla, dëgjo, tha ai duke e vendosur dorën mbi shpatullën e Arditit. E di që nuk dua të dëgjosh këtë, por kam parë shumë histori si kjo. Kur ne jemi larg, gjërat ndryshojnë në shtëpi. Njerëzit ndryshojnë, gratë, edhe ato ndryshojnë. Era nuk është kështu, tha Arditi me një zë të fortë. Ajo më do. Ne kemi një fëmijë së bashku, nuk do të bënte diçka të tillë. Shpresoj që ke të drejtë, tha Bledi. Por nëse unë do t'isha në vendin tënd, do të doja të dija të vërtetën. A ke ndonjë shok atje që mund të vëzhgoj pak? Arditi mendoi për këtë. Ai kishte disa shok në qytet, por askush nuk ishte shumë i afërt me Erën. Dhe çfarë do t'u kërkonte? Të ndjekin gruan e tij? Të zbulojnë sekretet e saj? Tingëllonte si diçka që një burr xheloz dhe i pasigur do të bënte. Por dyshimi tashmë kishte zënë rrënjë. Nuk e di, tha Arditi. Ndoshta jam duke tepruar. Ndoshta, por ndoshta jo. Vetëm thuaj, nëse do të kesh nevojë për diçka, jam këtu.
2 javë pas asaj bisede, Arditi mori një telefonat të papritur. Ishte nga një numër që nuk e njihte, por prefiksi ishte nga qyteti i tij. Ai mori telefonin me kureshti. Alo? Ardit? Tha një zë mashkullmor nga ana tjetër. Zëri ishte i njohur, por Arditi nuk e kujtonte menjëherë kush ishte. Po, jam unë. Kush po flet? Jam Genti. Genti Dervishi. Nuk e di nëse më kujton. Genti. Natyrisht që e kujtonte. Genti ishte një njeri me të cilin Arditi kishte shkuar në shkollë, por nuk ishin gjën miq të ngushtë. Gentit gjithmonë i kishte pëlqyer Era, edhe përpara se ajo dhe Arditit fillonin të dilnin bashk. Në fakt, Arditi kishte dyshime që Genti kishte provuar të afronte Erën disa herë, por ajo e kishte refuzuar. Genti, po, të kujtoj, tha Arditi me një zë të matur. Çfarë dëshiron? Kishte një heshtje të shkurtër. Dëgjo Ardit, filloi Genti me një zë që tingëllonte si i pasigurt. Nuk di si ta them këtë, dhe besom, nuk dua të jem unë ai që të jep lajme të këqija, por mendova që ke të drejtë të dish. Zemra e Arditit u ngrit në fyt. Çfarë? Është për Erën, tha Genti. E kam parë disa herë kohët e fundit dhe nuk është vetëm. Fjalit duke sikur vinin nga një largësi e madhe. Arditi nuk ishte i sigurt nëse po dëgjonte mirë. Çfarë do të thuash me nuk është vetëm? Ajo është me një burr, tha Genti direkt. E kam parë 4 herë këtë muaj. Herën e fundit ishin në një kafene në qendër, po qeshnin së bashku, po bisedonin shumë afër njëri tjetrit, dhe kur dolën, ai e përqafoi dhe e puthi në dorë përpara se të ndaheshin. Bota e Arditit u fundos. Çdo fjalë që Genti tha, ishte si një thikë e re që i shponte zemrën. Kush është ai? Arriti të pyeste Arditi, megjithë se zëri i tij mezi dëgjohej. Nuk e di emrin, tha Genti. Por e kam parë përpara. Ai punon në qendrën shëndetësore. Mjek, mendoj, rreth 30 e disa vjeç, i veshur gjithmonë mirë, një tip që duket sikur ka para. Arditi nuk arriti të flas për disa sekonda. Mendja e tij ishte kaos. A je i sigurt? Pyeti ai më në fund. Jam i sigurt, Ardit, dhe më vjen keq. E di që kjo është e vështirë për ty, por mendova që ke të drejtë të dish se çfarë po ndodh në shtëpinë tënde. Faleminderit që më tregove, tha Arditi me një zë të thyer. Duhet të shkoj. Ai e mbylli telefonin pa pritur për përgjigje. Në sallën ku ishte kishte 10 ushtarë të tjerë, por Arditi nuk dëgjoi asgjë. Ai doli jashtë në oborrin e madh të kampit dhe ecste pa drejtim, duke u përpjekur të marrë frymë. Era, gruaja e tij, nëna e fëmijës së tij, po e tradhtonte me një tjetër. Ishte vërtet. Kishte dyshime, por tani kishte konfirmim. Dhimbja që ndjeu ishte më e fortë se çdo dhimbje fizike që kishte përjetuar ndonjëherë. Ishte si të merrnin shpirtin nga trupi dhe ta shtypnin para syve të tu. Ai ul në një stol në një cep të oborrit dhe vendosi kokën në duar. Dhe për herë të parë në muaj, Arditi qau me të madhe. Ditët që pasuan ishin ferë për Arditin. Ai nuk hëngri, nuk flinte. Stërvitjet ishin torturë sepse nuk mund të përqendrohej. Komandantët e vuan re se diçka nuk shkonte, por askush nuk e pyeti drejt për drejt. Bledi ishte i vetmi me të cilin Arditi foli. Ai i tregoi gjithçka. Telefonatën e Gentit, dyshimet e nënës së tij, letrat e ftohta të Erës. Çfarë duhet të bëj? Pyeti Arditi një mbrëmje, ndërsa po rinin vetëm në balkon. Bledi po tymonte një cigare, duke shikuar në horizontin e erët. Ke 2 opsione, tha ai. Opsioni i parë, pret derisa të përfundosh shërbimin ushtarak dhe ktheu në shtëpi pa i thënë asgjë. Zbulo vet çfarë po ndodh. Përballoje atë dhe vendos atëherë. Dhe opsioni i dytë? Pyeti Arditi. Opsioni i dytë, përball tani. Telefonoj, kërko shpjegime dhe mendo se çfarë do të bësh bazuar në përgjigjen e saj. Arditi mendoi për këtë. Cili do të ishte opsioni i duhur? Nëse telefononte tani, mund të merrte përgjigje, por gjithashtu mund të merrte gënjeshtra. Nëse priste, mund të zbulonte të vërtetën, por do të vuante për muaj të tjerë pa ditur me siguri.
Dua ta telefonoj, tha Arditi. Nuk mund të ri kështu pa ditur. Atëherë telefonoj, tha Bledi, por përgatitu për përgjigjen. Mund mos jetë ajo që do të dëgjosh. Atë mbrëmje, Arditi përdori përsëri telefonin publik të kampit. Ishte rreth orës 8. Era duhet i ishte në shtëpi. Telefoni zili 3 herë, përpara se Era të merrte. Alo? Zëri i saj ishte i qetë, gati ftoh. Era, jam unë, tha Arditi. Zëri i tij dridhej. Oh, Ardit, si je? Tingëllonte e hutuar, sikur nuk priste që ai të telefononte. Era, duhet të flasim, tha Arditi drejt për drejt, dhe dua që të më thuash të vërtetën. Kishte një heshtje të gjatë. Për çfarë po flet? Pyeti Era. Por kishte diçka në zërin e saj, një tension. Më kanë thënë që po takon dikë, tha Arditi. Një burr, një mjek. Më kanë thënë që të kam parë disa herë bashk, që ai të puthi në dorë, që qeshni dhe flisni shumë afër. A është e vërtet? Heshtja që pasoi ishte më e zhurmshme se çdo bërtitur. Kush të tha këto gjëra? Pyeti Era më në fund. Zëri i saj ishte i ngrirë. Nuk ka rëndësi kush më tregoi, tha Arditi. A është e vërtet? Ardit, ti po më akuzon për diçka që nuk e di as çfarë është. Thjesht përgjigju me po ose jo, Era, bërtiti Arditi. Disa ushtarë që kalonin në shikuan, por ai nuk u interesua. Po takon një tjetër burr? Po ose jo? Heshtje. Dhe pastaj, me një zë kaq të ulët sa mezi dëgjohej. Po. Fjala ishte e vetme, por mjaftoi për të shkatëruar gjithçka. Arditi ndjeu sikur toka po hapej nën këmbët e tij. Kush është ai? Pyeti Arditi duke u përpjekur të mbante zërin e qëndrueshëm. Quhet Ervin, tha Era me një zë që tashmë kishte humbur të gjithë forcën. Ai është mjek. E takova në qendrën shëndetësore kur çova Leosin për një kontroll. Ai ishte i sjellshëm. Filloi të flasim dhe gjërat zhvilluan. Gjërat zhvilluan. Përsëriti Arditi me një zë plot hidhërim. Era, ti je martuar, ke një fëmijë. Si mund të thuash që gjërat zhvilluan, sikur të jetë diçka normale? Nuk është normale, tha Era dhe për herë të parë zëri i saj u thye. E di që s'është normale, por Ardit, ti nuk ishe këtu. Çdo ditë kalonte dhe ti nuk ishe këtu. Nuk dije sa e vështirë ishte, sa e vetmuar ndihesha. Të vetmuar, tha Arditi me një zë plot dhimbje. Unë jam larg duke shërbyer vendin. Unë nuk kam zgjedhje, por ti ke zgjedhje dhe zgjodhe të më tradhosh. Nuk doja ta bëja, bërtiti Era. Tani ajo po qande. Nuk doja, por ti nuk e kupton. Ti nuk ishe këtu kur Leosi qante për ty çdo natë. Ti nuk ishe këtu kur unë kisha nevojë për dikë që të më mbështete. Ervini ishte atje. Ai dëgjoi, ai kujdesej. Ai kujdesej, tha Arditi me një zë plot sarkazëm. Dhe çfarë tjetër bëri ai? A fjet me të? Heshtje. Era, a fjet me të? Përsëriti Arditi duke bërtitur tani. Jo, tha Era. Jo, nuk kam fjetur me të. Por Ardit nuk di sa kohë mund ta kundërshtoj. Këto fjalë ishin edhe më të dhimbshme se nëse ajo do të kishte thënë po. Sepse do të thonë që ajo po mendonte për të. Që ajo donte ta bënte. Arditi nuk mundi të fliste më. Ai mbante telefonin në dorë duke dëgjuar Eran që qante nga ana tjetër e linjës. Ardit, më fal, tha Era me një zë të thyer. Të lutem më fal. E di që të kam bërë keq. E di që nuk ka justifikim. Por të lutem mos më lër. Leosi ka nevojë për babain e tij. Unë kam nevojë për ty. Nuk e di se çfarë të them, tha Arditi me një zë kaq të ulët sa mezi dëgjoi. Nuk e di si të ndihem, nuk e di çfarë të bëj. Atëhera, mos bëj asgjë tani, tha Era duke u përpjekur të kontrollonte zërin. Kur të kthehesh, mund të flasim. Mund të rregullojmë gjërat. Të lutem, thjesht mos mbyllë derën plotësisht.
Arditi nuk tha asgjë për disa sekonda. Dhe pastaj, do të mendoj për këtë. Por era, nëse vazhdoni ta shihni atë njeri, ne kemi mbaruar. A e kupton? Mbaruar. E kuptoj, tha Era me një zë të dorëzuar. Nuk do ta shoh më, premtoi. Arditi e mbylli telefonin pa thënë lam të mirë. Ai mbeti ulur atje për orë të tëra, duke shikuar në errësirë, duke u përpjekur të kuptonte si jeta e tij kishte shkatruar kaq shpejt. Pas asaj telefonate, Arditi dhe Era nuk folën për gati 2 muaj. Letrat pushuan plotësisht. Arditi nuk shkruante dhe Era nuk shkruante. Ishte sikur marrëdhënia e tyre kishte vdekur. E vetmja lidhje që Arditi kishte me shtëpinë ishte nëpërmjet nënës së tij. Drita shkruante çdo javë, duke i treguar për Leosin, për gjendjen e shtëpisë dhe duke u përpjekur ta inkurajonte Arditin. Letra e Dritës, muaji 7. Djali im. Nuk e di çfarë ka ndodhur midis teje dhe Erës, por e di që ka ndodhur diçka. Ajo nuk flet për ty, kur e pyes, ajo thjesht thotë që gjithçka është mirë, por e di që gënjen. Por ka edhe diçka tjetër që kam vënë re. Ajo nuk del më në mbrëmje si më parë. Ajo rri në shtëpi, luan me Leosin dhe duket sikur po përpiqet të bëjë gjërat më mirë. Nuk e di nëse kjo ndryshon diçka për ty, por mendova që duhej ta dije. Leosi po bëhet një djalë i madh. Ai thot fjalë plot kuptim tani. Djeshte më pyeti, gjysh në qiell, kur i tregova për babain tënd? I thash, po, gjysh është në qiell dhe po të shikon nga lart. Dhe pastaj ai pyeti, babi në qiell? Dhe u desha të qaja, por i thash, jo, babi do të kthehet shpejt. Biri im, e di që jeta ka qenë e vështirë për ty, por mos haro që ke një djalë që të do më shumë se gjithçka. Ai ka nevojë për ty. Pavarësisht nga ajo që ka ndodhur, mos e haro këtë. Të dua për gjithmonë. Nëna. Arditi e lexoi këtë letër 10 herë. Fjalët e nënës së tij e prekën thellë. Leosi, djali i vogël, nuk kishte asnjë faj për atë që kishte ndodhur. Ai meritonte një baba, dhe Arditi donte të ishte ai baba. Por sa për Erën, mund ta falte? Mund ta haronte? Çdo natë kur mbyllte syt, ai e shihte atë me atë mjekun, duke qeshur, duke biseduar, duke u puthur në dorë, dhe dhimbja ishte po e qere çdo herë. Bledi vazhdoi të ishte mbështetja e tij. Vlla, e di që është e vështirë, tha ai një ditë gjatë pushimit, por duhet të vendosësh se çfarë dëshiron. Dëshiron ta falësh apo dëshiron të shkosh tutje? Asnjë prej këtyre opsioneve nuk është i lehtë, por duhet të zgjedhësh. Nuk e di, tha Arditi. Një pjesë e me do ta fal. Ajo është nëna e fëmijës tim. Por një pjesë tjetër? Një pjesë tjetër nuk e di nëse do të mund ta shoh më të njëjtën. Kjo është normale, tha Bledi. Kur dikush të tradhtoj, nuk e kthim prapa. Marrëdhënia nuk do të jetë kurrë si më parë. Pyetja është, a mund të jetosh me atë version të ri të marrëdhënies, apo do të jetë vetëm një kujtim i hidhur? Arditi nuk ishte përgjigje. 18 muaj kaluan. Më në fund dita erdhi. Arditi po kthehej në shtëpi. Mëngjesi i ditës së fundit në kamp ishte i çuditshëm. Të gjithë ushtarët ishin të gëzuar, po bonin plane për atë që do të bënin kur të dilnin. Por Arditi nuk ndante të njëjtin gëzim. Ai ishte nervoz, i friksuar, i pasigurt. Bledi eri të përshëndeste Arditin. Vlla, kjo është dita, tha ai duke përqafuar Arditin. Më në fund po shkon në shtëpi? Po, tha Arditi, por nuk tingëllonte i lumtur. Dëgjo, tha Bledi seriozisht. Çfarë do që të gjesh atje je i fortë, do ta përballosh, dhe pavarësisht se çfarë vendimi të marrësh, do të jetë i duhur i për ty. Faleminderit për gjithçka, tha Arditi. Për këshillat, për mbështetjen, ti më ndihmove shumë. Kjo është ajo që bëjnë vëllezërit, tha Bledi duke buzëqeshur. Tani shko dhe kujdeso për familjen. Autobusi që do të çonte Arditi në stacionin e trenit u nis në mesditë. Udhëtimi deri në qytetin e tij do të zgjaste 4 orë.
4 orë për të menduar, 4 orë për të përgatitur veten për atë që do të gjente. Ndërsa autobusi kalonte nëpër fshatra dhe qytete, Arditi shikonte nga dritarja. Gjithçka dukej e njëjtë, por ai nuk ishte e njëjti. 18 muaj kishin ndryshuar diçka thellë në të. Ai kishte humbur pafajësinë, besimin e thjeshtë se dashuria mjafton. Kur arriti në stacionin e trenit në qytetin e tij, ishte tashmë mbrëmje. Dielli po perëndonte, duke ngjyrosur qiellin me ngjyra portokalli dhe vjollc. Arditi mori çantën e tij dhe filloi të ecte drejt shtëpisë. Nuk ishte telefonuar para se të vinte. Donte të befasonte familjen, ose ndoshta donte të zbulonte të vërtetën pa ju dhënë kohë për të fshehur gjërat. Zemra i rrathe fort ndërsa afrohej në shtëpinë e tij. Rruga ishte e njohur, çdo gur, çdo pemë, çdo derë e njohur prej fëmirisë. Por sonte gjithçka dukej e huaj. Kur arriti në derën e shtëpisë së tij, ai qëndroi jashtë për një moment. Nga dritarja e sallonit, ai mund të shikonte brenda. Dritat ishin ndezur, dhe atjera i pa diçka që e ngriu. Era ishte ulur në koltuçe, duke qeshur. Përballë saj ishte një burr që Arditi nuk e njihte. Ai ishte i veshur bukur me një këmishë të bardhë dhe pantallona elegante. Kishte flokë të shkurtër të rregulluar me kujdes dhe duket të ishte rreth 30 e disa vjeç. Ervin, ky duhet të ishte ai. Arditi ndjeu që gjaku ja ngrohti fytyrën. Dora e tij shkoi automatikisht te doreza e derës, por ai e ndaloi veten. Jo, nuk do të hynte si të ishte një fer. Ai do të qetësohej, do të hynte dhe do ta përballonte këtë me dinjitet. Ai mori një frymë të thellë dhe shtyu derën për ta hapur. Dera u hap me një kërcitje të lehtë. Arditi hyri brenda dhe për një moment koha u ndal. Era u kthye nga zhurma e derës. Kur e pa Arditin, fytyra ju zbe. Goja ju hap, por nuk doli asnjë fjalë. Burri që ishte ulur përballë saj gjithashtu u kthye. Kur pa Arditin në uniformën ushtarake, ai qëndroi në këmbë menjëherë, i hutuar. Për disa sekonda, askush nuk foli. Tensioni në dhomë ishte kaq i dendur sa mund të priste me thik. Ardit, tha Era më në fund me një zë të thyer. Ti nuk na tregove që do të vije sot. Duket se nuk duhej, tha Arditi me një zë të ftohtë, duke shikuar burrin që qëndronte në sallonin e tij. Kush është ky? Era u ngrit në këmbë. Duart i dridheshin. Ardit, të lutem, lër më të shpjegoj. Kush është ky? Përsëriti Arditi, duke e ngritur zërin. Burri hyri përpara me duart lart, sikur po përpiqej të qetësonte situatën. Emri im është Ervin, tha ai me një zë të qetë. Unë jam mik i Erës. Mik, tha Arditi duke qeshur hidhur. Ju jeni miku që po takohet me gruan time kur unë jam larg duke shërbyer vendin? Ju jeni ai lloj miku? Ervini u hutua. Ai shikoi Erën duke kërkuar ndihmë, por ajo ishte e shtangër. Dëgjoj, tha Ervini duke u përpjekur të mbante qetësi. E di që kjo duket keq, por nuk është çfarë mendon. Mos më thuaj çfarë mendoi, bërtiti Arditi duke hyrë përpara. Ju po uleni në sallonin tim duke qeshur me gruan time ndërsa djali im fle lart? Si guzonit më thoni çfarë mendoj. Ardit, të lutem, tha Era midis tyre. Ai nuk është këtu për atë që mendon. Ai erdhi vetëm për të folur. Për të folur për çfarë? Pyeti Arditi, duke e shikuar Erën me sy të mbushur me dhimbje dhe zemërim. Era, ti më premtove. Më premtove që nuk do ta shije më, dhe unë të besova. Era filloi të qante. E di që premtova dhe m'vjen keq, por Ardit nuk ishte si mendove. Ne vetëm po bisedonim për gjërat që kanë ndodhur. Ai donte të më ndihmonte të shpjegoj gjithçka kur ti të ktheheshe. Të ndihmoj të më shpjegosh? Tha Arditi me një zë plot sarkazëm. Ju mendoni që kam nevojë për ndihmë të tij për të kuptuar që gruaja ime më ka tradhtuar? Ervin doli nga dhoma pa thënë asgjë më shumë. Ai e kuptoi që prania e tij po e bënte situatën më të keqe. Dera u mbyll pas tij me një tingull të butë, por për Arditin ishte si një shpërthim. Era dhe Arditi mbetën vetëm në sallonin e errësuar nga një llampë vetme. Ardit, tha Era me një zë të thyer, duke ecur drejt tij, të lutem, dëgjom. Lërm të shpjegoj gjithçka. Shpjego çfarë? Tha Arditi. Çfarë mund të shpjegosh që të ndryshoj faktin që ti më tradhtove? Nuk të kam tradhtuar, tha Era tani me një zë më të fortë. Nuk kam fjetur me të, nuk kam bërë asgjë fizikisht. Por e doje? Pyeti Arditi duke shikuar drejt në sy. Në zemrën tënde. A e doje?
Era nuk mundi të përgjigjet menjëherë, dhe heshtja e saj ishte përgjigja. Arditi ndjeu sikur diçka thyrej brenda tij. Ai ul në koltukun më të afërt dhe vendosi kokën në duar. "Pse Era?" pyeti ai me një zë kaq të ulët sa mezi dëgjohej. "Pse e bëre? Çfarë nuk të dhash?" Era ul pranë tij, duke qartë tani pa ndaluar. "Nuk ishte për ty," tha ajo. "Nuk ishte sepse ti nuk më dhe diçka. Ishte sepse ti nuk ishe këtu. Çdo ditë ishte kaq e vështirë. Leo si qante për ty, nëna jote po vuante, dhe unë nuk isha këtë më mbështeste. Dhe pastaj erdhi Ervin, dhe ai dëgjoi. Ai kujdesej, dhe për një moment ndihesha më pak e vetmuar." "Pra unë kam fajin?" pyeti Arditi duke shikuar me një shprehje të hidhur. "Unë kam fajin që shërbeva në ushtri, që bëra detyrën time." "Jo," tha Era, "jo, ti nuk e faj. Faji është imi, e di këtë, por, Ardit, njerëzit bëjnë gabime. Unë bëra një gabim të madh, por kjo nuk do të thotë që nuk të dua. Kjo nuk do të thotë që nuk mund ta rregullojmë." Arditi u ngrit në këmbë. "Nuk e di nëse dua ta rregulloj," tha ai me një zë të lodhur. "Nuk e di nëse mund ta shoh më të njëjtën." Era u ngrit gjithashtu dhe e zuri nga dora. "Atëherë mos më shiko sot," the ajo me një zë desperate. "Por të lutem, mos vendos tani. Jepu vetes kohë, jepu neve një shans." Arditi e të rroqi dorën. "Do të fle në dhomën e nënës sonte," tha ai. "Nesër do të flasim." Dhe me këtë, ai u ngjit lart, duke lënë Erën që qante poshtë. Kur Arditi arriti në katin e sipërm, ai pa që dera e dhomës së Leosit ishte pak e hapur. Ai hyri me kujdes, duke u përpjekur të mos bënte zhormë. Leosi ishte në krevatin e tij të vogël, duke fjetur me një urë lodër në krah. Fytyra e tij e vogël ishte kaq paqësore, kaq e pafajshme. Arditi ul pranë krevatit dhe e shikoi për disa minuta, duke ndjerë një val dashurie kaq të fortë, sa gati e mbyste. Ky ishte djali i tij, djali i tij i vogël, që nuk kishte asnjë faj për ato që kishin bërë të rriturit. Ai meritonte një familje, një baba dhe një nën, që e donin dhe që po luftonin për të. Arditi shtriu dorën dhe e preki u but kokën e Leosit. Djali u lëviz pak, por nuk u zgjua. "Premtoj që do t'jem këtu për ty," murmuriti Arditi me një zë të ulët. "Pavarësisht se çfarë ndodh me mamin dhe me mua, unë do t'jem gjithmonë këtu për ty." Ai e puthi Leosin në ballë dhe doli ngadalë nga dhoma. Në korridorin e errët, ai takoi nënën e tij, Dritën. Ajo doli nga dhoma e saj duke dukur të lodhur, por e lumtur për ta parë. "Biri im," tha ajo me një zë të ulët, duke e përqafuar fort. "O biri im, më në fund je në shtëpi." Arditi e përqafoi nënën e tij, duke ndjerë një ngrohtësi që kishte mungesuar për muaj të tërë. "Nën," tha ai me një zë të thyer, "gjithçka ka shkatruar." Drita e shikoi me sy plot të dhimbje. "E di, biri im," tha ajo. "E kam parë. Dhe më vjen shumë keq. Por tani ti je në shtëpi dhe do ta rregullosh. Një hap në një kohë." "Nuk e di nëse mund ta rregulloj." "Do të mundesh," tha Drita me një zë plot besim, "sepse ti je i fortë si jati yt dhe sepse ke një zemër të mirë. Çfarëdo që të vendosësh, do të jetë e drejta." Ajo e puthi në ballë dhe u kthye në dhomën e saj, duke e lënë Arditin vetëm me mendimet e tij. Arditi nuk fjeti atë natë. Ajo u shtrirë në krevatin e vjetër të dhomës së nënës e tij, duke shikuar në tavan, duke u përpjekur të kuptonte ndjenjat e tij. Ishte zemëruar? Po. Ishte i dhimbur? Po. Donte të largohej? Një pjesë e tij po. Por një pjesë tjetër ende e donte Erën. Edhe pas gjithçkaje, ai nuk mund ta mohonte se kishte pasur 4 vjet të bukur me të, që ajo kishte qenë gruaja e tij, nëna e fëmijës së tij, partneri i tij në jetë. A mund të falet tradhtia emocionale? A mund të ndërtohet përsëri besimi? Këto pyetje i rrotulloheshin në mendje gjatë të gjithë natës, pa asnjë përgjigje të qartë. Nga dritarja e vogël e dhomës, ai mund të shihte yllet që shkëlqenin në qiellin e errët. Ishte një natë e qetë, por brenda tij ishte stuhi. Rreth orës 4 të mëngjesit, ai dëgjoi një zhurmë të lehtë nga korridori. Era, ajo ishte ngritur, ndoshta për të shkuar në banjë, ose ndoshta as ajo nuk ishte fjetur.
Arditi konsideroi për një moment të dilte jashtë dhe të fliste me të, por çfarë do t'i thoshte? Nuk kishte ende përgjigje. Dhe kështu, ai mbeti shtrirë atje, duke pritur që drita e mëngjesit të vinte dhe të sillte me vete qartësi që nata nuk mund t'ja jepte. Mëngjesi erdhi me një dritë të butë që depërtoi nëpër perde. Arditi nuk ishte fjetur fare, por u detyrua të ngrihet. Nuk mund të qëndronte në krevat përgjithmonë. Kur zbriti poshtë, gjeti nënën e tij që po përgatiste mëngjesin. Aroma e kafes dhe e bukës së freskët e mbushi dhomën. "Mirëmëngjes, biri im," tha drita duke buzëqeshur. "Ke fjetur mirë?" "Jo shumë," tha Arditi me sinqeritet. "E di," tha drita, "por tani je në shtëpi. Gjërat do të bëhen më mirë, do të shohësh." Pikërisht atëherë, Leosi hypi poshtë duke vrapuar me këmbët e tij të vogla. "Babi," bërtiti ai kur pa Arditin, sytë e ty u ndritën me lumturi. Arditi e mori djalin në krah dhe e përqafoi fort. "Çupi im," tha ai me një zë plot dashuri, "sa shumë më ke munguar." "Ti më mungove edhe mua," tha Leosi me një zë të ëmbël. "Pse ishe larg aq kohë?" "Sepse duhej të bëja një punë të rëndësishme," tha Arditi. "Por tani jam këtu dhe nuk do të largohem përsëri." Leosi e përqafoi fort dhe Arditi ndjeu që sytë i mbusheshin me lot. Ky moment, ky përqafim i thjesht, ishte gjëja më e bukur që kishte ndjer prej muajsh. Era zbriti pak më vonë, ajo duke i raskapitur, me radhë të errta nën sy. "Është e qartë që as ajo nuk kishte fjetur." "Mirëmëngjes," tha ajo me një zë të ulët. "Mirëmëngjes," tha Arditi pa e shikuar. Mëngjesi u hëngri në një heshtje të pakëndshme. Leosi ishte i vetmi që fliste, duke treguar për çdo gjë që kishte bërë gjatë ditëve të fundit. Arditi dëgjonte me vëmendje, duke u përpjekur të përqendrohej te djali i tij dhe jo të tensioni që mbushte dhomën. Pas mëngjesit, drita mori Leosin për ta çuar në çerdhe. "Do të qëndroj pak më gjatë sot," tha ajo duke i shikuar Arditin dhe erën me kuptim, "që ju të mund flisni." Kur dera u mbyll pas saj, Arditi dhe era mbetën vetëm. Era u ul në kolltuqe, duke mbajtur duart në prehër, duke shikuar në dysheme. "Dua të flasim," tha Arditi duke u ulur përballë saj. "E di," tha era. "Dëgjoj." Për disa minuta, askush nuk foli. Tensioni ishte i padurueshëm. Më në fund, Arditi filloi. "Dua që të më tregosh gjithçka nga fillimi," tha ai me një zë të qetë por të fortë. "Si e takove? Kur filluan ndjenjat? Çfarë ndodhi midis jush? Gjithçka. Dhe nëse më gënjen, do ta kuptoj." Era mori një frym të thellë dhe filloi të fliste. "E takova Ervinin 4 muaj pas ju largove," filloi Era me një zë të ulët. "Kisha çuar Leosin në qendër shëndetësore sepse kishte ethe. Mjekja e zakonshme nuk ishte atje dhe Ervini ishte ali që na mori. Ai ishte shumë i sjellshëm, shumë i vëmendshëm. Pyeti për Leosin, për familjen, dhe kur i thash që ti ishe në ushtri, ai tha që ishte një sakrificë e madhe dhe që ti duhet të ishe njeri i fortë." Arditi dëgjonte me heshtje, duke mbajtur dorën në grusht. Pas asaj vizite, Leosi ishte mirë dhe ne shkuam në shtëpi. Por një javë më vonë, e takova Ervinin përsëri, rastësisht në supermarket. Ai po blinte gjëra për shtëpinë e tij. Ne filluam të bisedonim. Ai më pyeti si ishte jeta me një fëmijë të vogël dhe një burr larg, dhe për herë të parë në muaj, dikush po më bënte pyetje për mua, jo për Leosin, jo për ty, por për mua. Era ndaloi për një moment duke fshirë lotët që filluan të rrithnin, dhe ai më tha që nëse kisha nevojë për ndihmë, çfarë do lloj ndihme, mund ta telefononte, dhe më dha numrin e tij. "Dhe ti e more?" "Po," tha Era, "e mora. Por nuk e telefonova me njëherë. Kaluan 2 javë përpara se të kisha nevojë. Ishte një natë kur Leosi kishte sëmundur përsëri dhe nëna jote kishte shkuar te motra e saj për një darkë. Isha vetëm dhe Leosi po qante, edhe unë nuk dija çfarë të bëja. Kështu që e telefonova Arvinin. Dhe ai erdhi. Po. Ai erdhi brenda 20 minutash. E kontrolloi Leosin, më tha që ishte vetëm një ftohje e thjeshtë dhe më dha disa këshilla. Por pastaj e qëndroi. Bëm kafe dhe filluam të bisedonim. Ai më tregoi për jetën e tij, për familjen e tij, për punën e tij.
dhe unë I tregova për tonën. Dhe kështu filloi, tha Arditi. Po, tha Era me një zë të thyer. Por Ardit, duhet të besosh që në fillim ishte thjesht miqësi. Ai ishte dikush me të cilin mund të flisja, dikush që dëgjonte. Nuk kishte asgjë romantike në fillim, por u bë romantike. Era nuk tha asgjë për disa sekonda. Po, pranoi ajo më në fund. Po, u bë romantike, por jo në mënyrën që mendon. Ne kurrë nuk u puthem, kurrë nuk u prekëm në mënyrë romantike. Ishte më shumë emocionale. U fillova të ndjeja diçka për të. Dhe ai më tha rreth 2 muaj më parë që edhe ai ndjeja diçka për mua. Arditi ndjeu si t'ishte goditur në bark. Dhe çfarë I the ti? Pyeti ai. I thash që isha e martuar, tha Era duke qartë tani hapur. I thash që kisha një fëmijë, I thash që burri im do të kthehej. Edhe ai tha që e kuptonte, por që nuk mund ta kontrollonte atë që ndjeja. Dhe ti e vazhdon ta shihje, tha Arditi. Po, tha Era. Sepse unë, Ardit, nuk dija çfarë të bëja. Një pjesë e meje donte të ndalonte, donte të ndërpreste kontaktin. Por pjesa tjetër ndjehi kaq e vetmuar, kaq e lodhur, sa çdo herë që isha me të, ndjehesha më mirë. Pra, unë nuk mjaftua, tha Arditi me një zë plot hidhërim. Letrat e mia, telefonatat e mia, dashuria ime, asgjë nuk mjaftoi. Jo, tha Era duke shikuar në sy. Jo, ti mjaftove. Por ti nuk ishe këtu, dhe unë nuk jam aq e fortë sa mendon. Unë bëra një gabim të madh, dhe tani po e paguaj për të. Arditi u ngrit në këmbë dhe filloi të ecte përpara e mbrapa në dhomë. Dhe tani, pyeti ai me një zë të ngurtë, çfarë ndjenjash ke për të tani? Era pushoi së qari dhe shikoi Arditin me një shprehje serioze. Ardit, kur ti më telefonove dhe më the që nuk duhet ta shihja më, unë e bëra atë. Nuk e takova për 2 muaj të tërë. Por ai vazhdoi të më shkruante mesazhe, të më telefononte. Dhe dje ai erdhi këtu dhe më tha që duhet të flisnim, që ai donte ta dinte nëse kishte ndonjë shans midis nesh. Dhe çfarë I the? Pyeti Arditi me një zë të ngurtë. I thash që jo, tha Era me një zë të qartë. I thash që burri im po kthehej, që familja ime kishte përparësi dhe që ai duhet të shkonte dhe të mos më kontaktonte përsëri. Arditi e shikoi me një shprehje të përzier. A është kjo e vërteta? Pyeti ai. Po, tha Era, është e vërteta, dhe pikërisht kur po I thoja këto, ti hyve. Dhe e di që duke shumë keq, e di që duket sikur të gënjeva përsëri. Por Ardit, ajo ishte era e fundit, ai është jashtë jetës son. Arditi ul përsëri duke ndier peshën e gjithçkaje. Nuk e di nëse mund të besoj, tha ai me një zë të lodhur. Nuk e di si të ndërtoj përsëri besimin. E di, tha Era, dhe nuk pres që të mbesosh menjëherë. Por Ardit, nëse më jep një shans të vetëm, do të provoj çdo ditë që meritoj, do të punoj për këtë marrëdhënie, do të jem gruaja që ti meriton. Arditi e shikoi për disa sekonda, duke parë në sytë e saj dëshpërimin, pendimin, dashurinë. Do të mendoj për këtë, tha ai më në fund, por nuk mund të premtoj asgjë. Era filloi të fliste, por Arditi e ngriti dorën. Tani dua të jem vetëm, tha ai. Dua të dal dhe të mendoj. Dhe me këtë ai mori xhaketën dhe doli nga shtëpia. Arditi ekste nëpër rrugët e qytetit të tij, duke parë vendeve që njihte aq mirë. Çdo rrugë, çdo park, çdo ndërtesë kishte një kujtim. Këtu kishte luajtur si fëmijë. Aty kishte takuar Erën për herë të parë. Aty kishte ecur me Leosin kur ishte vetëm disa muajsh I vjetër. Ai arriti në një park të vogël pranë lumit. Ishte një vend I qetë ku shpesh vinte kur kishte nevojë të mendonte. Ai u ul në një stol dhe shikoi në ujëro që rrjedhin ngadalë. Për një kohë të gjatë, ai thjesht u ul atje, duke u përpjekur të rregullonte mendimet e tij. A mund ta falte Erën? Pjesërisht po. Ai e kuptonte që ajo kishte qenë e vetmuar, e lodhur, e mbi ngarkuar. Ai e kuptonte që njerëzit bëjnë gabime. Por a mund të harronte? Kjo ishte pyetja më e vështirë. A mund të shikonte Erën çdo ditë dhe të mos mendonte për Ervinin? A mund të qente çdo herë që ajo dilte nga shtëpia pa u shqetësuar? Besimi, pasi thyhet, është shumë I vështirë për t'u ndërtuar. Ndërsa ishte ulur atje, një zë I njohur e preku nga pas. Ardit? Ai u kthye dhe pa një fytyrë të vjetër. Gjentini,
burri që e kishte telefonuar në kamp dhe i kishte treguar për Erën dhe Ervinin. Gjenti, tha Arditi duke u ngritur. Si je? Mirë, tha Gjenti, duke ulur pranë tij. Të pash këtu dhe mendoa të vija të përshëndes. Më fal që të ndërpreva. Nuk ka gjë, tha Arditi. Për disa sekonda, ata qëndruan në heshtje. Mësove apo jo? Pyeti Gjenti me kujdes. Po, e mësova, tha Arditi. Dhe? Pyeti Gjenti. Dhe nuk e di çfarë të bëj, tha Arditi me sinqeritet. Gjenti vështroi në lumë. Dëgjoj, Ardit, tha ai. E di që ti dhe unë nuk kemi qenë kurrë miq të ngushtë, dhe e di që unë kam pasur ndjenjat për Erën në të kaluarën, por ajo të zgjodhi ty, jo mua. Dhe për një kohë të gjatë isha xheloz. Por më pas e kuptova që disa gjëra thjesht nuk janë për ty. Arditi e dëgjonte në heshtje. Arsyeja pse të telefonova ishte sepse mendova që ke të drejtë të dish, vazhdoi Gjenti. Por tani që e di rendimi është i yti, askush tjetër nuk mund të vendosë për ty se çfarë është e drejtë. E di, tha Arditi, por dëshiroj që dikush të më tregoj. Dëshiroj që të ishte e thjesht. Asgjë që vlen nuk është e thjesht, tha Gjenti, dhe dashuria sigurisht që nuk është. Ata qëndran atje për një kohë më të gjatë, duke biseduar për gjëra të ndryshme. Ishte e çuditshme, por Arditi ndjeu pak ngushëllim duke folur me dikë që nuk ishte shumë i përfshirë në situatën e tij. Kur dielli filloi të perëndonte, Arditi u ngrit. Faleminderit që ndale, tha ai. Kur të duash, tha Gjenti, dhe Ardit, çfarëdo që të vendosësh, shpresoj që të gjesh paqen. Kur Arditi u kthye në shtëpi, ishte tashmë mbrëmje. Drita kishte përgatitur darkë, një nga ato darkat tradicionale që Arditi kishte munguar aq shumë. Tavkosi me mish, byrek dhe ëmbëlsirë me sheqer. Leosi u gëzua kur pa baban e tij. Babi ku ishe? Pyeti ai me një zë të vogël. Vetëm po ecja pak, tha Arditi duke marrë në krah. Por tani jam këtu. Darka u hëngri në një atmosferë më të qetë se mëngjesi. Leosi mbushi heshtjen me histori të pafundme për mësuesit e tij në çerdhe, për shokët e tij, për lodhrat e tij. Era dhe Arditi dëgjonin, duke buzëqeshur nga fjalët e tij, por pa folur shumë me njëri tjetrin. Pas darkës Arditi e çoi Leosin në dhomë dhe ja lexoi një përrall, diçka që kishte ndërruar të bënte çdo natë gjatë 18 muajve. Kur Leosi ra në gjumë, Arditi u kthye poshtë. Nëna e tij kishte shkuar në dhomën e saj, duke i lënë Erën dhe Arditin vetëm. A mundemi të flasim? Pyeti Era me një zë të butë. Po, tha Arditi. Ata ulën në koltuçet e sallonit, njësoj si natën e kaluar, por kësaj radhe kishte një ndjenjë të ndryshme në ajër. Ka menduar gjithë ditën, filloi Arditi. Për ty, për mua, për Leosin, për gjithçka. Era dëgjonte me vëmendje, pa ndërprerën. Dhe kam arritur në një përfundim, vazhdoi Arditi. Unë nuk mund të marr një vendim sot. Nuk mund të them nëse do të qëndrojmë së bashku ose do të ndaheni, sepse të dyja këto vendime janë shumë të mëdha për t'u marrë në një ditë. Era duke je utuar. Pra, çfarë do të bëjmë? Pyeti ajo. Do të provoj, tha Arditi. Do të provojmë, për Leosin, për ne, për atë që kemi ndërtuar. Por Era, duhet të dish që gjërat nuk do të jenë si më parë. Duhet të ndërtojmë nga e para. Dhe nëse në ndonjë moment ndihem që nuk mund ta bëj, do të largohem. Era filloi të qante përsëri, por këto ishin lot lehtësimi. Faleminderit, tha ajo me një zë të thyer. Faleminderit që po më jep një shans. Premtoj që nuk do të zhgënjej. Shpresoj që jo, tha Arditi. Ata qëndruan atje, duke folur për orë, për pritjet, për rregullat, për mënyrën se si do të ecnin përpara. Ishte një bisedë e vështirë, plot me emocione, por ishte e nevojshme. Kur ora u bë vonë, Arditi u ngrit. Do të flot ende në dhomën e nënës për disa ditë, tha ai. Dua kohë përpara se të jemi në të njëjtën dhomë përsëri. Kuptoj, tha Era. Dhe me këtë ai u ngjit lart. Javët që pasuan ishin një përzierje e momenteve të mira dhe të këqija. Disa ditë, gjërat dukeshin sikur po ecnin mirë,
Arditi dhe Era bisedonin më shumë, qeshnin bashkë me Leosin dhe përpiqeshin të rindërtonin lidhjen që kishin humbur. Por ditë të tjera ishin të vështira. Çdo herë që Era merrte një telefonat dhe dilte nga dhoma për të folur, Arditi ndjente një val dyshimi. Çdo herë që ajo donte të dilte me shoqe, ai pyeste veten nëse ishte e vërtet. Dhe Era e dinte këtë. Ajo mund ta shihte dyshimin në sytë e tij, mund ta ndjente tensionin kur ajo bënte gjëra të zakonshme. Dhe ishte e dhimbshme për të dyja palët. Një mbrëmje, Era vendosi të përballonte situatën. Ardit, tha ajo ndërsa po rinin në balkon pas darkës. E di që po mundohesh. E di që je këtu, që po përpiqesh. Por e di gjithashtu që çdo herë që them diçka, ti dyshon. Çdo herë që del, ti mendon për të keqen. Dhe nuk mund të vazhdojmë kështu. Arditi nuk tha asgjë më një herë. Ke të drejtë. Pranoja ime në fund. Po vuaj. Por nuk e di si ta ndaloj. Atëherë ndoshta ka nevojë për ndihmë, tha Era. Ndoshta ne kemi nevojë të flasim me dikë, një psikolog, një këshilltar, dikush që mund të na ndihmojë të kalojmë këtë. Arditi e shikoi me habi. Nuk ishte menduar kurrë për terapi. Në kulturën e tij njerëzit nuk shkojnë te psikologët për probleme familjare. Por ndoshta Era kishte të drejtë. Ndoshta kishin nevojë për ndihmë profesionale. Mirë, tha ai. Le të provojmë. Javën tjetër Arditi dhe Era shkuan për herë të parë te një terapist. Ishte një grua në të 50-tat me një qasje të butë por profesionale. Ajo i dëgjoi që të dyja të tregonin historinë e tyre, nga perspektiva e tyre, dhe pastaj filloi të bënte pyetje. Arditi, tha ajo, duke u drejtuar tek ai. Si të bën të ndihesh fakti që Era zhvilloi ndjenja për dikë tjetër? Arditi mendoi para se të përgjigjej. Më bën të ndjehemi tradhtuar. Më bën të ndihem sikur gjithçka që besuam ishte gënjeshtër. Dhe Era, vazhdoi terapeutja, si të bën të ndihesh fakti që Arditi nuk të beson? Më bën të ndihem e turpëruar, tha Era me një zë të ulët. Më bën të ndihem sikur çdo gjë që bëj tani gjykohet, sikur kurrë nuk do të kem mundësi ta provoj veten. Terapeutja shënoi diçka dhe pastaj shikoi që të dyja. Ajo që po përjetoni është normale për një marrëdhënie që ka kaluar një situatë të tillë, tha ajo. Besimi, pasi thyhet, duhet kohë për t'u riparuar. Dhe ndonjëherë ai nuk rikthehet kurrë plotësisht. Por nëse të dyja palët janë të gatshme të punojnë, nëse të dyja palët janë të sinqerta në qëllimet e tyre, ka shpresë. Seanca e parë ishte e vështirë. Të dyja palët dolën duke ndjerë një peshë emocionale, por ishte gjithashtu çliruese në një mënyrë, sepse për herë të parë ata po flisnin hapur për gjëra që i mbanin brenda. Në javët që pasuan, ata vazhduan të shkonin në terapi, dhe pak nga pak, gjërat filluan të ndryshojnë. Ishte një mbrëmje e zakonshme, ose të paktën dukej kështu. Arditi, Era, Leosi dhe Drita ishin ulur në dhomën e ndenjës duke shikuar një film familjar. Leosi qeshte me zë të lartë me personazhet e animuar, ndërsa Era dhe Arditi rrinin në skajin e koltukut, duke shikuar, por pa prekur njëri tjetrin. Në një moment, Leosi u kthye dhe pa që prindrit e tij nuk ishin ulur pranë. Pse ju nuk jeni afër? Pyeti ai me një pastërti fëmijërore që i goditi të dyve në zemër. Era dhe Arditi u shikuan njëri tjetrin. Sepse babai po rrinte më rehat atje, tha Era duke u përpjekur të shpjegonte. Por Leosi nuk ishte i kënaqur me përgjigjen. Por mami dhe babi duhet të jenë afër, tha ai me një buzëqeshje të thjeshtë. Si në film. Në film, personazhet, një familje, ishin ulur së bashku, duke përqafuar dhe duke qeshur. Arditi shikoi në djalin e tij dhe ndjeu diçka brenda që lëvizte. Ky ishte djali i tij, fëmia i tij i pafajshëm, që thjesht donte që familja e tij të ishte e lumtur. Ai u lëviz drejt Erës dhe ul pranë saj. Era e shikoi me habi, por nuk tha asgjë. Leosi buzëqeshi dhe u kthye te filmi, duke vazhduar të qesh. Por Era ndjeu diçka të ndryshme. Për herë të parë në muaj, ajo ndjeu se ndoshta kishte shpresë. Kur filmi mbaroi dhe Leosi u çua në gjumë, Arditi dhe Era mbetën ulur në koltuqe. Faleminderit për atë që bëre, tha Era me një zë të butë.
E bëra për Leosin, tha Arditi. E di, por prap, faleminderit. Ata qëndruan atje për një kohë më të gjatë, duke biseduar për gjëra të vogla, për punën që Arditi do të fillonte përsëri, për planet që kishin për javët e ardhshme. Ishte një bisedë e thjeshtë, por ishte një hap përpara. Një javë më vonë, Arditi vendosi që donte të takonte Ervinin. Nuk ishte një vendim i lehtë, por ai ndjeu që kishte nevojë për ta bërë për të mbyllur atë kapitull. Ai e kërkoi erës numrin e Ervinit. Ajo ishte e hutuar, por ia dha. Arditi e telefonoi Ervinin dhe i tha që donin të takoheshin. Ervini pranoi, megjithse zëri i tij ishte i parehatur. Ata u takuan në një kafene të vogël në qendër të qytetit. Ervini erdhi me 5 minuta vonesë, duke dukur nervoz. Falenderit që erdhe, tha Arditi duke i bërë shenjë të ulej. Nuk e di pse jam këtu, tha Ervin me sinqeritet, por vendosa të vi. Për disa sekonda, asnjëri nuk foli. Dua të di diçka, filloi Arditi. Pse e bëre? Pse i afrove një gruaj që dije se ishte e martuar? Ervin shikoi në tavolinë. Nuk e planifikova, tha ai me një zë të ulët. Kur e takova erën, nuk e dija që do të ndihesh kështu. Filloi si miqësi. Por sa më shumë kohë kalonin, aq më shumë kuptova që ajo ishte e veçantë. Dhe po, e dija që ishte e martuar. E dija që ishte gabim, por ndjenjat nuk pyesin për moralin. Arditi e shikoi me një shprehje të ashpër. Ti e dije që ajo kishte një fëmijë. E dije që burri i saj ishte larg duke shërbyer vendin. Si mund të justifikosh atë? Nuk mund, tha Ervin. Nuk ka justifikim. Dhe e di që ato që bëra ishte gabim. Dhe për këtë të kërkoj ndjes. Arditi ndjeu një val zemërimi, por gjithashtu ndjeu diçka tjetër. Një lloj lehtësimi, sepse Ervin po pranonte gabimin e tij. Nuk të fal, tha Arditi, por të respektoj për faktin që mund të ulesh këtu dhe të pranosh. Ervin e shikoi me një shprehje të befasuar. Era më tha që do të provoni përsëri, tha ai, dhe shpresoj që ta bëni. Ajo është një grua e mirë dhe e do vërtet. Gabimi ishte imi aq sa edhe i saj. Era bëri zgjedhjen e saj dhe unë po bëj timen. Por dua që të dish që nëse ndonjëherë provon përsëri ta kontaktosh, nuk do të ketë mëshirë. Ervini ngriti duart. Nuk do ta bëj. Kjo është dita e fundit që do të flasim. Ju dy meritoni paqe. Arditi u ngrit nga karrigja. Mirë. Atëherë, kjo është mbyllja. Dhe me këtë, ai u largua nga kafeneja, duke lënë Ervinin të ulur vetëm. Kur doli jashtë, Arditi ndjeu sikur një peshë ishte ngritur nga shpatullat e tij. Ai kishte përpalluar burrin që kishte qenë pjesë e problemit, kishte thënë ato që donte të thoshte dhe tani mund të lëvizte përpara. Javët e ardhshme ishin më të lehta. Arditi dhe Era vazhduan terapinë, vazhduan të flasin hapur dhe pak nga pak gjërat filluan të ngjanin me normalitetin.